Viti 2023 deri në maj të vitit 2025, masat e Bashkimit Evropian kanë ndikuar në efekte të shumta negative në Kosovë. Nuk është vetëm aspekti ekonomik, vetëm aspekti politik, po janë edhe shumë dimensione tjera mjaft të rëndësishme për Kosovën që kanë qenë të goditura. Në këtë drejtim, besoj ka qenë obligim që institucionet e Kosovës të bëjnë më tepër përmes partneritetit me shtetet dhe aleatet ndërkombëtar që këto masa të hiqen sa më shpejt është e mundur, për fat të keq kanë zgjatur më tepër se që shpritur se do të zgjaten. Në këtë drejtim, kalkulimet e fundit tregojnë se dëmet nga këto masa në aspektin financiar më tepër se 700 milionë euro, që është një dëm shumë i madh për ekonominë kosovare, po ashtu në vitin 2025 kemi një gërç politik ku jemi në pritje të krijimit të institucioneve dhe shumë mundësi nga projekcione të ndryshme dhe veçanti nga fondi për zhvillim të Ballkanit Perëndimor Kosova na shkalohet dhe tëra kjo vërtet e ngulfat perspektivën zhvillimore dhe integruese të Kosovës. Është vërtet se para sa dite në Kosovë ka qenë në vizitë zonja Kallas në emër të institucione më kredibile evropiane e ka përmend një fjali që ka të bëjë me një hiqje graduale të masave, mirë po kemi kërkuar dhe kërkohet më të madhe në rend parë të dihet a ka vendim për hiqje këtyre masave, nëse nuk ka vendim cilat janë ato masa të cilat kanë filluar të hiqen dhe ato nuk gjenden, prandaj në këtë drejtim duhet të analizojmë një komunikim politik apo diplomatik bazuar në faktorin kohë rrethana se sa do të thotë që është një vendim që i është dërguar ambasadave, i është dërguar kthimit po edhe institucionet të Kosovës dhe një vendim i tillë mungon. Prandaj nuk duhet të kemi eufori siç po e bëjnë disa politikanë të partisë fituese të zgjedhjeve të nënshkurtit ku ende pa pas vendim rrehin tupana se ato masa janë larguar, që nuk është e vërtetë. Largimi i masave është mëse i rëndësishëm për Kosovën dhe duhet të vërtet të gëzohet çdo kosovar, mirë po e tëra kjo duhet përcillet me një partneritet mirëfillt të institucioneve kosovare dhe atyre të Bashkimit Evropian, që ata të bindën që vërtet kanë të drejtë dhe Kosova meriton që këto të masa të i takojnë të kaluarës, mirë po për fat të keq një gjë e tillë nuk ndodh. Dje në gjitha mediat evropiane ka qenë një agresivitet medial i Gjermanisë kundër Kosovës me rastin e mbrëmjes së maturës në Mitrovica dhe tëra kjo tek diplomatët evropian shikohet si një momentum që vërtet e ndal hovin e hiqjes së këtyre masave, prandaj nuk duhet eufori, duhet maturi, duhet vërtet racionalitet dhe mbi të gjithë lobim dhe diplomaci që të bindin faktorin ndërkombëtar në Evropë që këto masa të ishin sa më shpejt është e mundur. Është shumë e rëndësishme që Kosova në këtë pas deklaratës së zonjës Kallas të tregojë mençuri politike, angazhim diplomatik, maturi në veri që të mbështetet Bashkimi Evropian dhe gjithë aktorët relevant që mund të binë vendime për hiqjen e masave dhe Kosova t'ia lehtësoj këtë vendim dhe jo të ndodhin sikur ato që ndodhen në veri me rastin maturantëve ku vërtet ishte një agresivitet ndaj Kosovës dhe do të ndikojë definitivisht në prolongim apo në mungesë të një vendimi zyrtar për hiqjen e masave.